Hajdut, hajdut, jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen. Hajdut, hajdut, jep dorëheqjen. Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe gratë dhe vajzat e Lidhjes Demokratike të Shqipërisë kanë protestuar përpara banesës së kryeministrit Edi Rama. Me pishtar në duar dhe thirrje për dorëheqjen e kreut të qeverisë, protestuesit kanë marshuar deri tek shtëpia e Ramës në Surrel. Deputetët e Partisë Demokratike që kanë shoqëruar të rinjt, Klevis Balliu, Elda Hoti dhe kreu i FRPD-s Besar Xhaferi, akuzuan Ramën se po keq qeveris vendin me korrupsion dhe mungesë të transparencës. Sot kemi ardhur këtu, këto janë veprime guerilse paqësore për t'i dhënë mesazh kryeajdutit të Shqipërisë, ose jep dorëheqjen ose me hira me pa hirë do të heqin qytetarët shqiptar. E nëse ti nuk jep dorëheqjen të përballesh me drejtësinë, bashkë me agasin tat dhe me lubin tate, shqiptarët do të marrin ty nga shtëpia jote dhe do të çojnë ata në burg nëse drejtësia nuk vepron ndaj teje. Për të ardhur dhe për të parë sarajet e Edi Ramës dhe për të kuptuar që të rinjt nuk arrin dot blejnë dhe një aneks sot, jo më një shtëpi, ndërkohë që ky diktatori ka një katun të tërë, ka një çiftlik vetëm këtu. Dhe kush e di dhe sa mira apartamente ka, përderisa Belinda Balluku, vetëm një zëvendëse e rëndom të tij, ka 300 apartamente. Edi Rama nuk do i shpëtosh dot gjeneratës Z, nuk do i shpëtosh dot të rinjve, të cilët i detyrove të ikin nga ky vend dhe të vuajnë dhe mos të shohin më të afërmit të tyre. I ke larguar, i ke dëbuar. Nga tani e tutje do i kesh këtu akoma dhe më shpesh të vinë dhe të shohin se sa shumë i ke vjedhur. Jemi këtu për të kundërshtuar dhe për të protestuar kundër korrupsionit galopant që sot është në Shqipëri, që ka përfshirë çdo qelizë të institucione që duhet ishin në mbrojtje të qytetarëve për t'u shërbyer qytetarëve. Sot i shikojmë se si janë marrë peng nga koordinatori i krimit organizuar Ergys Agasi, ndaj ne sot i kemi ardhur atij në sarajet e tija për t'i kërkuar dorëheqjen e menjëhershme, që Shqipëria të ketë qeveri teknike, që të ketë zgjedhje të lira, që të ketë demokraci, që të rritë drejat. Hajdut, hajdut, jep dorëheqjen. Hajdut, hajdut, jep dorëheqjen. Hajduti, 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 hajduti. Të rinjtë e FRPD-s deklaruan se do të vijojnë me protestat deri në përmbushjen e kërkesave të tyre dhe rikthimin e shpresës për të rinjt shqiptar.